thot, a e prish hijameja agjërimin. Hijame çdo thot kupat e gjakut që pejgamberi sallallahu ka thënë, Allahu xhalla xhelalu kurimin e ka fshehur, Allahu xhalla shanu kurimin e ka fshehur në 3 gjëra. Kup hijamje. Ka përmend për ty në kupën e hijames. Kur jam gjithë thot tek Zoti natën e Isras dhe Miraxhit, sa herë që takoja me lajke duke u ngjit tek Zoti më thoshin o Muhammed, këshilloje dhe porositë ummetin tënd që të bëjnë hijame. Hijami është për ilaçeve më të mira që mund të përdori muslimani në kurim. A e prish hijameja agjërimin, domethënë kupat e gjakut që vendosen në trup dhe ai mjeku e çan lëkurën dhe del gjaku i keq, a prishet agjërimi? Ka një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot aftar al-hajim wal-mahjum. Ai që bën hijame dhe atij që i bëhet hijameja, të dy e kanë prish agjërimin. Të dy e kanë prish agjërimin. Dhe me këtë hadith kanë punuar ose kanë gjykuar një pjesë e mirë e dietarëve të Islamit. Kanë thënë që ai që bën hijame dhe ai që i bëhet hijame, të dy dalin pa agjërim. Dhe ky është mendim i mbështet në këtë hadith të saktë. Ama si mendim është i dobët. Pse? Sepse ka transmetim të saktë se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ditën që është shiru Mekka, ka qenë Ramazan apo jo? Ka qenë Ramazan. Pejgamberi i Zotit në vitin që ka shiru Mekka, çfarë viti ka qenë? Çfarë viti i hijretit? Viti i 8 i hijretit. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam është parë me agjërim duke bërë hijame. Jo vetëm kaq, po i ka dhënë hijamistit lek, i ka dhënë një sasi të hollash. Dhe kanë thonë, ky hadith tregon gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fundin e jetës së tij. Po t'ishte që ju prishte agjërimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta prishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është argumenti i parë. Argumenti i dytë, kanë thënë ky hadith ka kuptim për pjesën e personit që bën hijame. Dakor, ai që i doli gjaku, se dëmtohet, pikllohet e tjerë etj. Ç'lidhje ka kjo puna e agjërimit me hijamistin? Ai është mjek. Pse duhet i prishet agjërimi i hijamistit? Ai s'ka bërë asnjë shkak dhe asnjë arsye për t'u prish agjërimin. Kështu që ky hadith nuk punohet me të. Ai është hadith i saktë, por nuk është mendimi i saktë ky mendim. Po mirë, pyetja lind, çfarë do të bëjmë me këtë hadithin që thotë hijamisti, personi që bën hijamen, dhe personi që i bëhet hijamja, të dy e kanë prish. Cili është qëllimi? Atëherë vim ke komente. Çfarë kanë thënë dietarët? Kanë thënë se qëllimi është se nëse hijamja bëhet pa arsye, i bien vlerat e agjërimit si personit që bën hijamen dhe atij që ja bën hijamen. Pra jemi në Ramazan. Dikush thotë du me bëj hijame thjesht për mirë, jo se kam një smundje e ka domosdoshme ose e ka të nevojshme. Thjesht do me bëj hijame. Themi në këtë rast, personi që bën hijame i bien vlerat agjërimit. Jo i prishet, i bien vlerat. Po edhe ai që ja bën hijamen, pa e pas nevojshme ai, edhe atij i bin vlerat e agjërimit të tij. Pse i bin vlerat? Sepse ka bërë një gjë që të dobësohet në agjërim. Nxjerrja e gjakut normalisht e dobëson njeriu. Normalisht që kjo nxjerrje e gjakut nuk e dobëson njeriu siç e dobëson dhënia e gjakut. Vëllezër nderuam, dhënia e gjakut është krejt gjë tjetër. S'ka lidhje me hijamen. Në hijame del vetëm gjaku i keq, gjaku i pist, gjaku problematik, ndërsa në dhënien e gjakut del gjaku i mirë. Kështu që nuk janë njësoj dhe nuk mund bëhet krahasim dhe analogji mes kësaj dhe asaj, dhe Allahu e din më së miri.